Ka thënë Allahu inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Do të thënë feja e pranuar tek Allahu është Islami. Ky Islam të cilin e ka sjellë secili pejgamber. Do të thënë secili pejgamber që e ka dërguar Allahu e ka sjellë fenë e njëjtë, që ka besimin e njëjtë, urdhrin e njëjtë për ta veçuar Allahun me adhurim. Dhe askush prej pejgamberëve nuk ka urdhëruar që të adhurohet dikush tjetër përveç Allahut. Dhe askush prej pejgamberëve nuk i ka përshkruar Allahut cilësi që nuk i takojnë Allahut subhanahu wa taala. Asnjëri prej pejgamberëve nuk ka thënë se ka tre zotra. Asnjëri prej pejgamberëve nuk ka thënë se mund t'i luteni dikujt tjetër që të dërmjetësoj për ju tek Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë të gjithë e kanë sjell Islamin. Që do të thotë Islam, do të thonë al-istislamu lillahi bit-tauhid. Pra në shtrim dhe dorëzim ndaj Allahut me tauhid. Edhe wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, edhe në shtrimi ndaj Allahut me bindje ndaj tij. Do të thonë dorëzim i plot me veçim ndaj Allahut dhe në nënshtrim i plot duke ju bindur në urdhrat dhe ndalimet e tij dhe distancim prej shirkut dhe njerëzve të shirkut. Pra ky është Islami ose kjo është feja të cilën e kanë sjellë të gjithë pejgamberët, nga i pari deri tek i fundit dhe është plotësuar me të fundit, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Do të thonë sot ju plotësova fen ju dhe ju përsosa dhuntin time ndaj jush dhe jam i kënaqur që feja juaj të jetë Islami.